Krenar, mirë se vjen në podcastin me ftyrë, aty ku njerëz pa ftyrë nuk folin. Kush është Krenari? Krenari, unë të kom kallëzu në fillim që senin ma të vështirën e kam edhe kam probleme kitë njerëz me full për vetën. Po qaj që e një Krenari në den që u kun për fëmi sportist. Për 5 vjetë e gjysë që ja ka njësë në Fatos me lujt në grupë moshat e reja të Dykorrikut, edhe deri me moshën 15 vjeçare, 15 mandej del në ekipe tjera, lunë në Ligë Kosovës me 16 vjetë në Super League, me 16 vjetë tani me 17 shkon Suedi, Azerbajxhan, Baku, Maqedoni, Shqipni, qështu, futbol. Ku të ka dogë mas mirë ti? Me këtë karjera, së në ndoj, se i ka pjesë të veta, se cila është, se cili vetë në klube ndryshe e ka lezetin e vetë, shoqnin e vetë, momentet e veta, faza pregaditore të veta. Do me thonë, me dhim shmja u konë mas këtë këtënve ku une u dasht me lonë për shkak tretit operim ngu, edhe njëtit ngu, edhe njëtit ligament në këputët 3 herë e ren, ligamenti krycial, ligamenti krydzor, i gunit. 3 herë në këputët njëtin ven, edhe mas asaj shkojnë Linz në Austri, e bëj tretin operim, edhe që aty e ndërprej. Do me thonë për futbolit u këput ligamenti? Po, këtë në fush i këmë këput. Kur të liget një herë, kur të këputet një herë, është të rrezik që në qatë njëtë e ven? Mu lig, ajo këputët, është këputje, ligamenti është një farë, është i pështjellën me qata muskujt, do më thonë që është sani kryesor në ngu. Ndasht nëse është laterali, ndasht nëse është kryedzori. Po kryedzori është halo ma problem. Kontinuilisht, do me thonë, ka ke pas për pas qësaj pushimet mëdha që ke thonë s'po du më mirë ma me sport? Kom pas një 4 ose 5 vjetë shumë të këqia kur e lash futbolin, edhe pata si një lloj Depresioni, si? Ashtu se unë nuk e një fort depresionin, se jem pak ma shumë i përkes aty me personave që besojnë Zot të vdin edhe nuk jalo këtë farë punë e rastit se kam një mbështetje dikon të madhe që kështu që më me thonë e pata një farë zhgënjimi që mu kry karjera herët me vetën, gjithmonë me vetën, jo pse gjithmonë me vetën, se unë menej që karjera e një sportistit zgatë sa i ka gra me punë. Pak është ajo pjesa ana fokës, sa ja ka i pri punën, se në shumë nuk jam konë në moshën e re, nuk kum lujt me talent ma shumë, jo me punë. Edhe tash, në moshën e 31, 2, 3 vjetëve që aty dikun, mu ka këthy puna ma shumë se që e kum pas në Puna e sportit? Puna e sportit, puna e përkushtimit, puna e ushtrimeve, do me thonë, disciplinës edhe krejt që to hinë aty. Do me thonë të menon që bas disciplinës dhe në bas krejt që të veseneve, nëse ti kemi najt gati, kemi ushtru qësh duhet, kemi hongër qësh duhet, kemi flajt qësh duhet, mësë të që kam ardhë lëndimi. Edhe nëse merë lëndimin, ka me kalu shumë shpejt a i lëndim. A mundesh me disciplinë me arrit nivelin e dikuj që ka talentin? Nështë talentin e tina, në fakt, talentin e tina kur s'keme pas, sa është e leme, po kime më rrinë është ta ma shumë saj. Okej, interesant. është shumë interesant kjo punë, se do më thonë ti mund është më konë shumë talent, do më thonë, ti mund është me dalë deri që aty. Edhe ti, kur e ki topin, mund është më konë lejtari ma i miri, ose din mi bo senet në CrossFit, din mi bo mas mirë se ki talent, që 1-2. Po, ai që e ka majt disciplinën që 3-4 vjetë, ai ka punu 4 vjetë, nuk u nalë kur, i ka bo krejt senet me rregull, nuk ka mungu kur në sol. Edhe hin me një workout, ky talenti
Ky e bën në rundin e parë, ketë bukur, ketë mirë, ai veç nuk nalet. Tretin rënd, ky dek krejt, ky nuk nalet. Që kjo është... Cili është më i furt? Më i nalt, i disciplinuar, ja? Disiplina është një prej... ti sa dush e motivon vetët. Sa dush kime motivu vetët. Nesër, kejt kina me të shty, kejt kina me thonë, bravo, hajde, që rapeshe që shë këthy, ato në këto, fund ditës njëri. Pas 2 jave, prap ki mu këthy ku shë kotë. E nëse mon disiplinë, nuk e një, disiplina e shtynë, çdo sen. Më thonë, kejt kime punu me tru, kime punu e din që është je ushtar, ditën tjetër, vështirë e ma vështirë, veç nuk nalësh, veç që të vetit pikat, synimet. A, që kjo është. Do me thëmë mas futbolit, je kop me cilën sport? Direkt, cilat ka... Mas futbolit, unë i kum pas një 4-5 vjetë këshia, thashë i bëj 102 kila, edhe nuk mirëna me kur gjo, ashtu. Fillova me punu, punë privat edhe punë shtetit, edhe u bona një varra si kërsiti mu i pari pandemisë. Korona. Po. Edhe ku ja nesëm, që na izolun edhe na epshin 1 orë e gjysë kohën dite për me dalë. Për shembull, ti ke pas 1 orë e gjysë te na në Kosovë që ka funksionu, në Prishtinë. Po foli për Prishtinë. Për shembull, e kum pas në bazë të letën e njoftimit, numrit të letën e njoftimit, e ke pas 1 orë e gjysë me dalë në ora 5 deri në 6 e gjysë. U caktum pas këtë. U caktume, për shembull, apo kupton? Jo kur dën ti. Jo kur dën ti. Edhe e ka pas kohën e dame. Tani me njerë ja ka njësë mi bu dëlqime, që më nësh me dalë 1 orë e gjysë. Ma shumë, edhe qështu, edhe unë qatë kohë e kom shfridzu, qatë kohë e kom zonë vetën, ratë, të vëdhim të shpina. Edhe, thash, të në atë karierë, i lindën, dhe më thonë, 5 vjetë e gjysë mu, asë shorëcët të amanë së më kanokë. Edhe thash të ka ardhë puna, mës me mujtë mi lidhë patikat pa bo, edhe ja kum nisë, kur mu nuk e kum nalë. Sot edhe bukur do vjetë ju mu. Ka vyj ajo pika, dhe me thonë, kryesor që e ke pas që shnetin e ki në zerë, për me më këthuj apet në qatot qysh je konë. Në fakt të e din, të ke ditë qysh ndjehet njeri kur është fit. Nuk është që je dikush që s'ka bo kur sport. Normal. Ajo muscle memory që thojnë krejt, muskuli mon men, trupi është i ndërtum se ka bu të njëtën sport, apo kupton, nuk ka lidhje pauza, sa do që u mush me uje vijamen ato në këton, po këtë shtë. Qëto do të me ndërtu, do të me punu me vetën shumë, edhe dine një samë, kur t'je mirë me vetën, ki mu konë mirë në punë, ki mu konë mirë me familje, ki mu konë mirë në shnetë, në gjithë shka. Qysh je ndje në krahazim me procentualisht ndjenja jote në mendje, kër e konë 100 kila, dhe ndjenja jote në mendje kër i ke pas, kër i je që tash fit, në krahazim tash, soma, se depresiv e thamë, nuk je konë kështu që je konë, po adin që e ke po që nuk përputhet me jetën përgjithsi, me konë mbi pesh. Nuk ndjesh mirë, i lidh puma, të lodhesh të i lidh puma, të jetë shkollë. Procentualisht, apo thu e ke pas jetën mendjen shumë atë ligë? Se të shumica njerëzve ndikon mendjen në ekstrem kur janë mbi pesh. Që ti jetë nështë karakter më i furt, në nështë... Në rol shumë sene, kur të vjen deri në atë pikë, do më thonë, ta unë u konë dëshprimi se unë e kum jetu pi futbolit, unë e kum pas profesion futbolit, unë nuk e kum bu për qefi, unë e kum fitu, unë kum pi futbolit, unë më kum një pi talentave Kosovë që e din, kur do më thonë një ndër 2-3 talenta që kum lujt mas heri, do më thonë ma i riu në Ligë Kosovës edhe që u dal jashtë. Kam prit pak ma shumë, po kam prit nuk e kom pas qëtë mindset që e kom sot. Kë u lind pi... Mu ka dosh një gabim i madh,
Okej, çfarë është? Dhe njerëzve, për që ata duhet se dune kur punoj me tri, kur punoj në sallë, kur punoj me futbolera, për ndryshe zone, përveç që e kam licencën e trenerit të crossfitit, unë kam edhe licencën e futbollit si trener. Kështu që unë punoj edhe me futbolera, po unë punoj në anën fizike. Unë jam i licencuar edhe si trener që muna, do më thonë me udhëheq edhe një lojë edhe sa në më konë për çdo ditë me ta, po unë e kom zgjedh këtë anën se ma shumë pëlqen ana fizike më marrë me sportista. Mja shpjegu çfarë benefite ka nëse bën çto. Qëre, kam pa këtë sportet. Këtë sportet tjera, do më thonë në fazën pregaditore, bojnë crossfit. Ti sot për shembull e ki Ultimate Fight, do më thonë ku janë garus, me thonë që janë mat egurt që aty, ku ata për një me ushtrojnë shumë, edhe i ke pas sot për shembull një dokumentar kur e këshyra ishte kjaj Khabibi me bo thrustër me, do më thonë senet crossfitit ishte ke me bo aty, edhe lojtarë që kanë morë re. Do më thonë, anën fizike, çfarë intensiteti ka crossfiti nuk e ka asnjë sport në botë. Edhe në momentin që ti kemi apliku para fazës të kampionatit, fazën pregaditore, hajde një bëni crossfit njëri. Hajde një bëni crossfit se ka me të dash si skiatorit, si karatistit, si futbollerit, si basketbollistit, si këtë sportet ju do të crossfiti. Crossfiti është i bën si sport për 3 elementeve. Cilat? Prej 3 sporteve tjera. Peshngritjes, gjimnastikës edhe fitnessit. Do më thonë, këto 3 i kam bo bashk për me e bo një njerish ma të fortin. Por shkak se ti, sot, në mendjen tonë, kur e shen një person që i ka 130 kila, edhe ti thu që një person si Hamza që i ka 100 e kusur kila, sot, për shembull, ty t'ka ra me ushtru pak me Hamzën, edhe e ke po që është njeri, do me thonë, me 100 e kusur kila, tash ti automatikisht kur te paramenon një njeri që i ka 100 e kusur kila, ti thu, aj mënët me qu veç deadlift. Nuk mënët me ngajt 10 metra, 10 kilometra. Po e tash qëto e ka ndërtu crossfiti. Se për shembull ti një njeri që ti përmen 10 kilometra, ti me njere menon që është i fit, që i vrapon, mësene. Tash crossfiti qa ka bo? I ka marrë qëtu 3 disciplina, ka shti elementet ndryshme të ushtrimeve, edhe ka kriju një si Hamza. Që një njeri që i ka shumë kila, shumë muskuj, që i bën, edhe ato që i bojnë spirala. Po shumë në handstand, që i bëjke... Dash handstand, dash rings, muscle up, dash qatë do më thonë Hamza është edhe këtë që ata që i bujnë crossfit janë të fort. Po, tash Hamzën veç e donë, se është 4 herë kampion. Për klarifikim për ata që shuajnë sot kom ushtru me Hamzën është diçka që kom përvu vetë sot që ka do me thonë crossfitin atë nivelin që ajo është nivel shumë atë nalë që në sportiv, në tëna aspekte që ka bo qëtu, ku thëmë okej, wow, që se kom prit, se paka shumë e di, unë e kuptoj, po se kom prit... Presin, nuk e presin njerëz, edhe kujtojnë që është masiv, edhe do më thonë ty i bën elementet ma letë se te, one që jena fit edhe sa në vene, është që kjo është ku ka mobilitet. Qa i mund kanë crossfitit në botën sportive, që thu ti, a ka na element crossfitit që nashta pak e ka, po se ka heq, që i mund kanë? Vrapi. Vrapi. Kondicioni. Se kondicion ka. Vrapi. Vrapi. Pse po të thëmë vrapi, nuk pishti elementet tjera, se që për shembull e ki erojnë, për unë e zgudzej këto me këshyra dhe dë, era se tani dalim atë, e ki skiergin, e ki bajkin, dhe me thonë, këtë këto janë që i ki trakën atje, dhe me thonë, këtë këto që më nështi me bo, edhe na kena workouta me vrap. Po në krejt sportet, të na punohet shumë pak me vrap.
do më thonë, duhet me praktiku ma shumë vrapin, tu mos e nguc, tu mos e reduktu punën që e bën ti në sallë. Jo me ullë tempo në sallë, s'tash kime bo vrap. Jo, veç kemi ashtu vrapin. A është arsyeja mungesa e venit, se kësi hallat crossfitit zakonisht janë 4 ore, si këtu? Po, nga, njeri kur dën, E bën. të këmë kallëzu që ka bu njoni. Spjegam edhe herë se kom harru. Qa ka bo joni? Ka gra, unë i kisha në mëngjez, ta kallëzoj një fore shumë. Unë i kisha në mëngjez, për shambull, në gjatë fazës pregaditore që e kumë bo migra rojit, për qatë rekordin që e kumë bo, edhe tash vishan 12 natës në sallë, edhe i grajsha deri në ora 7 mëngjez, një 7 orë, që tani mi kry 7 mëngjez, edhe mi himi majt klasat 7-8-9, edhe dhe me thonë me nëzonë, edhe ushtrimet, edhe këto, po mos me pas me mpengu, se tash më lindi qika, dhe s'me isha, dhe me thonë, dëvke ketë mi reduktu, me pak shumë gjëmë, po ketë dëvke mi nëzonë. Edhe, vjen njoni, një gjalli i ri, 17 vjetë, futboler, edhe qëllon workouti, unë i kësha grapi 12 dhe në 7 sabah, në rojt. Edhe qëllon workouti 100 kalori buy-in edhe 100 kalori buy-out, tani unë këndo ushtrime edhe tani buy-out me roll, mi bo ka 100 kalori. Ato 100 kalori janë dikon këta që shë ngrejen, janë dikon 6 minuta, 5 minuta, 7 minuta, vede, ta shë më vorë sa ngrej. Po janë ja 7 minuta me ngrej rojt. Edhe, unë e ka minuta e 4 pishkaj se e poshë në greke, po fryma s'më ke, do më thonë, halo nuk e kish marrë vesh mirojnë, edhe pja bëjlë shë e frymën në gre, këtheu ma ka dole në gre, edhe punë me frymë, edhe pe këqyri dhe thashe, ti dhash i ke gra 5 minuta, dhe dhash i ka njeri këtë që i ka gra 1 orë, i ka bu 1 orë, këta klasa tjetër, këta tjetër të dishin që janë të bune. Edhe t'ja ka njës me kesh, dhe më thonë, kur ja këmë bu 1 orë atina, unë i kisha konë në 12 dhe 7 për qasë që i kisha ngri 7 orë. Bo... A din ti që ka njerës që i kanë gronë 24 orë kësaj pune? A besën të këto? Do na me njëftu. I sa rëndësishme është frymorja që e ceke në sport, përgjësi? Që unë e kumë pas në afakën se futbolerat e kanë frymarin shumë mirë, e kanë kapacitetin e mushknive shumë dërtu mirë, edhe unë e kumë pas në afakën, dhe më thonë, pi fëminis, kumë pas profesora, dhe më thonë, trenera shumë mirë, që kanë ditë me trenirat, po edhe me trajtu këtë temë deri në fund. Kështu që unë e ku mësu edhe sot për shembull ju kallëzoj që është shumë e rëndësishme se çush merr frymë, se çush punon. Ka në CrossFit sidomos ka ushtrime aerobi edhe anaerobi. Mrena një workoutit. Që i bjen qa? Që i bjen qa. Ku ti keme bu një bërbis, 2 bërbis, 3 bërbis, edhe kime kap shpejt deadliftin, mi bo 3 deadlifta. Qërë qa është kjo? Tik, kur të bëm bërbis, kemi shku deadliftit. Tash në deadliftit së në merë frim, me që deadliftin, ti duesh me majt frimën. Tash, aerobi edhe anaerobi, që e ushtrimi mas qasoj që ti ritmi, pulsi, zemrës është të kërsit, të ti sungi është frim, ti ki me majt frimën. Me që një deadlift, 2, 3. Që të tash ta qëtë spoje ty dikon, nëse ti nuk je i pregaditën mirë. Interesant, këtë se nuk e komendu kërë,
Edhe pse bajake ka që shumë, s'po kërë se kome e frymarrjen e di që është absolut sen e kryes, njën e pisane e kryes, po qëto me ndru stilin e frymarrjes. Po jo me ndru stilin e frymarrjes. Ti tash parameno, deadlifti nuk guxon me çu të marr frym. Se është 90% të muskujve, kur të merr ti frym, do më thonë, aty veç prite, dikon, që ka me kërsi diçka. Sidomos kur ki përmi 102 kila që janë. Për shembull, te na u kon workouti 102 kila deadlift, mi bo një deadlift, një burpees, 2 deadlifta, 2 burpees, 3 deadlifta, 3 burpees, deri në 10 edhe me shku te poshtë, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Edhe time cap ju kon veç 10 minuta. Qysh kemi nxon ti ato? E tash ti kur ti bën 10 burpees, mas 10 burpees, qështo frymarrja? Edhe tash ti qysh më nënol ti qatë frymarrje? Nëse nuk është kapaciteti i mushknive ndërtum këgja si mirë edhe nëse që kjo puna intensitetit, do më thonë, qëndrushmëris e shumë sene, nuk lujnë rrallat. Qysh ju është rënë këtu? Kjo pun bohët që ato që e folë shumë konsistencë. Edhe, do më thonë, të folë me njerës që e din këtë punë. Njerës kujtojnë që është gjithë shka se ti çka bën qa ushtrak. Njerës nuk e din se shumë është e rëndësishme kur të konsultohesh, kur të den me njeri me të kallëzu si qa duhesh me hongër, qa duhesh me punu për të filangare, qa duhesh me boti për me mi marë 80 gram në orë, nëse është gara e gatë 80 gram karbohidrat në orë, mi marë sa t'i lyp trupi, tash sa kemi marë 500 mg për shembull sodium, krypnat, që janë shumë të rëndësishme, do të thonë ti nëse nuk i din që tu, e ngarat shkurta nuk kanë bëj këto, se ngarat shkurta duhet veç me gra. Ama, që problemin e aerobisë dhe anaerobisë, do më thonë, duhet me marë, u dollë që LGBT-a, dollë ki trenera që din me të ushtru për të me rritë kapacitetin edhe të mushknive, edhe kapacitetin e muskujve, edhe me shty forcën, edhe gjithë shka. Nashta e di përgjigjen për pyetjen tete që e kam, ama po kisha pas qef nëse kishe dufti me vendus, cilën për qëtyno 4 sene është më e rëndësishëm në drejtimin e jetës, për një sportist ose e nashta edhe në pjesë tjera të jetës. Janë 4 pjesë, është rikuperimi, janë ushtrimet, është ushqimi, edhe është mendësia. Unë nuk menej kështu. Se unë menoj krejt janë, për mendimin tem krejt janë njëjtë se njëna e forcon tjetrin. Jo. Unë tash, po të folje si krenar, 3 sene kryesore. Njënën mës me pas për qëtëve trijave, nuk kime mëri, po të folje për sportista elitar, po të folje për rekordin që e ka thyja ideali. Që këm një pitina. 24 orë që i ka gra. Po të folje për qësi atleta edhe sportista që janë me normë nëse olimpike, ose do më thonë që lujnë për skuadrat maja, që ka është 3 sene janë kryesore. Njënën nëse nuk e ki, shumë shpejt kime të shtu, njënën nëse nuk e ki, shumë do më thonë, shancat janë shumë pak ti me më rritë që ati ku pëtë. Nuk ka shancë. Si e kompletu? Nuk ka shancë. Teorikisht, do më thonë, unë po ta, kështu, ndash ta dëshmëj, ndash ta vërtetëj, nuk u dollë alo kërkush, do më thonë, heq, përveç, do më thonë, një Maradona që unë e kum di që qam kanë kallëzu për të, për shembull baba em, s'na jena një familje që na morë me sport. Edhe kallëzej këtë ke, o konë personit që e ka pas jetën ma që të regullt, edhe i ka fitu gjithë shka, futbol. Dhe theke, qaj mu nuk më befason Messi, nuk më befason këta tjerë, se kanë jetën e sportistit, e bojnë jetën e sportistit, nuk i kanë pas kushtet që i ka pas Maradona. Edhe ka dollë, edhe ka bu gjithë shka, edhe ka pi drogë, edhe i këtë të natë, doj edhe në fund, do me thonë ka hi, loj edhe ka mujt vetë.
Edhe ku niveli i futbollit pak ma ndryshe, unë e kuptoj. Ku ma jashpër, edhe ma jashpër, po intensiteti në lojë se kon shumë ma i do. Nuk ka pas mbrojtje atëre që kanë shku sëlm, kanë dhënë golla. Apo kuptën, do më thonë, kanë ndryshu gjithçka, gjithçka ka evolu. Tash, qëto 3 sene, se dëllëm atje, tash qëto 3 sene ta kallëzej. Pa qëto 3 sene, unë menoj që nëse dënë me bo edhe një njeri, një ndërrim të vetin, personal, me trup, me diçka, pa qëto 3 sene sëm ka me bo. Okej. Ushqimi, një. E para, ushqimi. Goja, dhe më thonë, që kjo është. E dyta, është gjumi. Rekuperimi, domethënë. Jo, rekuperimi përfshi ma shumë, e kuptoj. Gjumi është gjumë. Gjumi. Po të folje për 8 orë edhe për mi, se në varë qa bërë. Gjumi. So, ka dikujna që i mjaftojnë 12 orë, 8 orë, 5 orë. Ka si Mikalesjen, do më thonë që ka flejt 16 orë. Nuk i ka mjaftu nër 16 orë, ajo një i lëllshëm. Po e ka lujt me fizik, do më thonë, këtë jeta e tina me fizik ka lujt. Tash, edhe që kjo hen stërvitja. E të rjeta është. E tëna janë njëjtë rëndësishëm. Njënë nuk e po të pishtyme, kur nuk i me më rrinë. Që aty ku po dënë. 3 atë shkojnë, është njëna me tjetërën. S'ki me hongër mirë, s'ki me bua, s'ki me ushtru mirë. Ki me hongër mirë, s'ki me flajt mirë, s'ki me ushtru mirë. Ki me hongër me vënis. Cilën e kena ma të keqë të në piqëty në të rritë? Dhe me thë ma keqë janë shëqërinë të në është cila? Goja. Ushtimi. Goja. Shumë hojna keqë. Goja është, ngëm se është edhe probleme, ngëm se unë vetë jëm person. Unë e mi ju kallëzu. Unë e des mas brumit. Edhe ngëm, se kesh të shokë, se jenë kam tjera. Hjeko edhe me shoj shpirë. Mishi. Mishi të mojë 1 orë, 2 orë, doj. 3 orë po të mojë ka mishi. A më kuptën? Brumit të mojë. Po brumit jep ma pak si mishi. Në atë aspektin me krahazu tash brumi e mishi. Po, ngëm, brumi të mon, brumi është i shishëm, brumi ka lezet, edhe brumi të mon gatë, karbohidratit mon, nuk të mon proteina. Proteina, dhe më thonë, 3 orë edhe shkaj, 2 orë shkaj, 1 orë, mas 1 orë, do të mi gjua pet. A më kupten, për me moj qatë muskull, më kona e mirë, po, për gatë, dhe më thonë, është du të me këshyrë se njerës, unë e des mas sojna, po nuk bën dojë. Du të me marë karbohidrat për qatë so ki nevoj. So argjën, si sheqer, si... Cilën bërme kishe preferu mas shumë ti? S'di se unë e ishti plët aty, apo kupten, do më thonë, unë e po ti po më thu cilën e preferan, në kejti preferaj. Jo, unë s'po thëmë për ty, unë po thëmë për njerës që e shuhin videon podcastin, kam qef me mësu diçka në atë aspektin që paka shumë më mujtë më orientu cilën brëm është ma e përshtatshme për trupin, se ka njerës që kanë qef me hi ati drejtimit, a vedin mu në qatë fakt. Për trup, do, ngam, brumi, anu lënë shumë pak hanë e brumin, doj, po, hanë komper, hanë orez, hanë makarona, që aty mere brumin. Për ndryshe, janë bukat thekna s'ku i lynë, edhe hanë, okej, është good, po për senet të jera, kështu, me thonë, kompiri, orizi, pasta, qëtu me thonë që do të më kun pjesërisht për çdo ditë ka pak, sot ti në varë çfarë sporti bën, a bedin, që duhesh mi hogën. Edhe mishin e bardhë, nxim, të fërgum, vajolini, mishin e këq, bën, Mos. nice, po veç do të me ditë, që aso i vyn, jo mëra i vyn edhe lupti me përpunu pak ma gatë, su në shtrënti mas 3 ore, sikur që shke hongër me shtullës edhe mas 3 ore, 2 ore gjysë e ke ushtru. So i vyn 5 orë doj,
dën, plok, shiko që ka qatë kreatinën që ti se dhe merë një skup, 5 gram, vore so hana, po kuptën. Po tash unë, çfarë gurmani jam, unë ha shumë njëre. Apo kuptën. Tash unë po të foli për shujtat e mia, do më thonë, unë me bu mës me bu sport, unë shlirë hi me sumo. E metabolizmin e ki, do më thonë që ti qysh t'ja bëjsh hizmetin që ashtu Jo, unë duna me punu shumë edhe me rujt vetën shumë, për mës me u trash, mës me hup edhe muskujt edhe sene, se unë ha shumë. Tash, çka bëj unë edhe ushtrej shumë. Unë veç ngarën e fundit, jo, po të kallëzoj për Adiolit. Që i ka hupa Adioli 4 kila e 200 veç ngarën e fundit. Uj! Kila. Janë 2,8 vjam. Vjam, mrena një gore. 20 e kusur mi. Kalorin. Po. Kom niper atë punë. Amo të ka, para se me hiq aty, po kom qef me cek. Se ajo është një sen që pak ma gatë kom qef me full për to. Ma vunë Adiolin, se ai e meriton, ai Adioli po e meriton ma vunë. Që do të... Nga, se kom qef me nejt pak të tematik, të pika e jote në tjetës. Nëse kështë mujtë me vendus, pa lëndime, krejt qyshe ke pas, a i shikon, a kështë nejt futbolist, a crossfitter. Futbol në ki. Për ka një, për cilë është ekipi jote i preferum? Jo më rrit, edhe pse tash me vendus, për që tash, nuk e di, se është një san që nuk e këshalun pa bu crossfit, për shembull 2 herë në javë, edhe pse luj futboll. Se që ajo mu më kish mojt. Edhe që ajo nështë më ka bu mu sot që nuk mu ka përshtat as një sport tjetër përveç crossfitit me ma zavencu futbollit. Po, ndrysh është. Futbolli e pasjonte, është e leme, për koptojnë që është ma ndryshe, e fkret familjes, po. Kënë në ki preferum cilën ekip? E kam Barcelonën, Kastrioti, vlau e ka Interin, Besforti, vlau e ka Gallatën, Galatasaray. Baba e ka Manchester Cityn. Lojtari ma i mirë? Lojtari ma i mirë. Të në bëllojna all-rounder. Qërë, unë e kam veç një sen. Unë e thëmë, për mu, Gjordani basket, Shumaheri Formula, do me thonë, tash Ronaldo, se kitojnë Messi, ape dhe në Messi. Edhe mu, unë për veti, thëmë, do me thonë, nuk kom pa alo njeri ma të fort se Messi, po Ronaldo, i moqëm, Renonshi, i Braziliani, fenomeni, qëta 3, Gjordani, basket, Ronaldo futbol, edhe Shumaheri Formula, këta e një kona që ati sportit, si të përmen atë sport, njerës të porë që ta të binë men. Apo kuptën? Do me thonë, Renonshi për mu, u konë, edhe është lejtari ma i miri që une kum rime po na i here, ma i forti, ma uniki, ma të tëna. Sporti përgjësia, ko venin 5 senet ma të rëndësishme në tjetës tonë? Familja është një sen, komplet. Po, që të 5 ati kamën. Në 3? Ja, nona, 2 nonat. Nona jam edhe nona e qikës tem, do me thonë janë me qikën, po veç po du me ta kalëzu, se hinë qikja, që të hinë shëqnia, që të hinë në raporti vlazën, në raporti, vedin? Me thonë, që të janë një. Besimi, 2. Sporti 3. Për mu,
tani në katërsh, do më thonë është qajo se qëfar mentaliteti ki, do më thonë qëfar kryki, qysh i percepton senet, do më thonë mindseti që i qesin këta, sa në vene, do më thonë, këtë këtu tani më një bënë bashkë të gjyshyshën në 4, në 5, në 6, që më një bënë numra. Po qëto 3 sene jenë. Qëto jenë 2 nona edhe qika jenë, që është nishi. Do më thonë, me... nuk ka numra për këtu. Besimi në Zot, që kjo tjetra sporte, do më thonë, jenë 3 sene që se cila ka venin e vetë. Të menoj qysh me po qëtë pyetje. Hesh mos tani ngëm, se ish qëllojnë ana. Të menoj se une i menoj senet shumë komplikum që i foli ka era njerës nuk e koptojnë që shpëdu me... Mos tanin, une jam i pa komplekse, na drejtim teke po. Shpresoj që për kën i bën krejt të sene, vëlla. Ngëm, E formulova sa ma thjesht. po, qëre, nuk e bëj me përmbush kërkën. As vetën? Jo, se i bjanë që une nuk jem mirë me vetën. Une nuk e përmbush i vetën. Unë jem mirë me vetën, jem gëd me vetën, e kam lifestyle-in ma të mirë në botë. Bëj sport, e kam nonën grunë, familjen, ma ka që zotin i qikë, besimin po, dosta shëqni po, dhe me thonë, qa doshtit e ma shumë, qa doshtit e ma shumë, ha? Ania, po ka dole, se nuk i dijet ashtë, po, ania s'ka qa më vinë mu, s'kam dete, më kupten. Bo, ta veden, unë jam qasi personi, dhe me thonë, qëta kam, me qëta jetëj, kënashna qështu, zdo dit jam happy, e bëj, këtë sen, e bëj, je ma mirë mentalisht, shpirtnisht, fizikisht. Cila është gora ma vështira që ke pos një jetën tonë? Ma vështira që thu ti, hej, m'zdia kësha bo edhe herë këtë sen. Kon gara e fundit, po apet po m'duket edhe që kjo gara ka me me tani e dyta, kur del gara tjetër. E qa kon gora fundit njerë? Gara e fundit do konë 24 orë, migrarojt, pa unal. A te e kona? Po, vese i pritajnë me full, shto për vetë. Ja, po kam qef këtim gjithësysh me caktu se që kjo... Po, falemderit. Ka... Po, që aty jena njëftu edhe na, se m'ke uru, i falemderit kitë që ata persona që m'kanë uru, pa m'njoft, sa ata që m'njohin, do me thonë, falemderit, ata e din për me, po, për ata persona që m'kanë uru, pa m'njoft, edhe që kam pas qep si një shqiptar që është të bëhet diqka, një ka lëzu 2 jesë, sikur një mesazh që m'ka ardhur që kur njetë nuk e harrej, është një farë personi Gentiani, m'ka ka thonë, Allafi m'ka majtë edhe gjatë garës, ku më thët, hej bro, e di që kime kry, ka lëzej 2 jesë që s'marrën frim këtë. Do me thonë, veç i merë që të lofe edhe i mbenën, edhe të nisej. Edhe tha kallëzoj 2 jesë që s'marrën frim këtë, do me thonë kallëzoj keq atyve që kanë rekorde që s'marrën frim këtë na, se mësu ka lidhe për çfarë venit vjen, edhe për shtetit ma të ri. Je i Kosovës, po, jena shumë. Qa jem ka knoqë që... Qa jem ka knoqë që kër e kom posë, në fakt nuk kom njuft me të kalzun drejt, si jem fort kështu në lidhje me njerës kësaj, dhe shqyqyrë që tash ma shumë, kër e kom thonë, wow, u qu një shqiptar me në fund, mi kalzu botës, se që ka jena nga shumë edhe mundu me bose, për dikon që e kupton, që ke botë 24 orë është, Gjermën të dojnë hud up, me e kapuqin, respekt, se 24 orë është, që është jendija, dhe që të ka shty, që aty po më interesën mu, me bo. Jo me bo, po gjatë garës mas shumë të... Ndryshe për bojna, më falë, që e ndryshe për nisë ndryshe... Unë ja kom kushtu qikës këto, para se me mlinë. Edhe krejt
apo den kanë qef kur t'lind një fëmijë, a fëmija i parë, kanë qef mi dhonë diçka fëmijës vet, apo den me një plan ose një diçka, sa do vetë që të është, apo kupton, qa do që është, apo den. Një shaj, na motor s'kena pas, edhe unë shumë këm pas qef, dhe më thonë fëmijën e parë me pas shik. Edhe ma qaj zoti qik, faleminderit shumë pitina, kështu që unë ja nisi, kur gruja u konë muajin e 6, dikon atë 5 atë 6 s'e di, edhe ja nisi mu pregadit, edhe nuk i kallxej njerë kur kujna, se disha që do të që edhe më bujnë bajat, po në do të që thujnë leses, më leve, se tash po buash, sikur nona jam që më bige lese, po buash, po të kopë zemra në ato pëton. Edhe, ja nisi mu pregadit, i marri kallxej, njeri parë ku në lobi, me që më shet që jem siklet në salë, masi që i kry klasat, edhe i hypi rojt, a i kujten që pigroj rojt 20 minuta, në gjysore, hajde të 1 orë, edhe unë e rri dikon 3 orë. Dhe a i kur këthejet me marrë qonë, dhe më hypë, që të bu mëre. Ta shqepët kallxej që ajem të bu, edhe ja kallxej bam. Thët, për me e kini mështetje, edhe mu më ki dejmë qësh. Thash mu po më vynë ekip, edhe tha kejt kina me bu. Edhe ja kina nisë shtu, bam, Hamza u afru Gentiani, u afru Roni, u afru, dhe me thonë, kejt u afrëshin që shtu njerës të edhe më ka nejt gati lobi tjetër, edhe, falë, po më thirë nona. Mustani, se e pri, Jo, mu se pri, se nona po më thirë. Adë nona em. Vallaj që qëtë në emision, edhe thash po më thirë nona, unë dash me ta qu. Në nona em. Bo shpirt, hajde. Të dua. Që shkurt ke, nona. Më thonë në nonën e kam pik dëpt. Shtë që, ju kërkaj folje, po... S'ki nevoj me kërku folje. Tash i hina nga orës që ashtu. Një mun njerëz, një mun edhe kompanijat noja. Si Red Bull dhe si. Nuk unë edhe shpenzim shumë i madh. U dash me hongër deri 9 herë në dite. Ku janë sublimentet, ku janë ato senet. Ide nuk i kise, që tash mu kanë shnu zhdurt. Do me thonë, ku ti dash do dit për 5.000 kalori mi hup, që ka pas dit ku dash me që 7 ore, 12 ore, 15 ore, 9 ore, a vedin, do me thonë, tu e rri. Edhe kitë këtu jenë, do me thonë, që u dash rikuperimi, gjithçka ka ngushtu, më kam shtet 11, do me thonë, recovery, që është seni maj miri për sportista. Nuk po bëj reklam, po du m'ju kallëzu sportistave që paqare do që atje me shku nëse do me mri nivel nalt. Kështu që janë unë e qikës tem ja kum lanë emrin Bora, s'moj pa ta kallëzu qëto. Qikës tem ja kum lanë emrin Bora. Edhe një dokumentar që është u bu, dokumentari e ka emrin, s'pe thëmë në anglisht, po që po ta thëmë shqip, Bora s'nalit kur. Edhe unë pse ku m'bu kejt që të sen, nuk unë, jo punat e dokumentari, se ajo më ka arë shqyqër për zotit, a vetën kiti ka lidhë senet. Po, emnin që ja ku më qitë Bora, ka shumë arsye aty me grunë, se kur jena martu, ka ro burë, qika para se me lim ka ro burë, edhe do me thonë, emnin ja kom qitë Bora, u bo dhe punat e dokumentari që u lidhën senet, se e buna veç për të, edhe i kom kallëzu me që dokumentar që kime linë, e kom njësë para se me linë të, kime linë, kime rrit, edhe kur të qet një pik një sunim dikën, mos u nalë, s'ta kom qitë emnin, Bora s'nalit kur, s'ku dzë mu nalë. Që kjo është?
Të më thënë qyshe ka kuptova unë shumicën e energjisë se ke fitu për fëmijës edhe grus tonë gjatë stërvitje, gjatë këti 24 orë që e ke bo. Po të kallëzoj, dhe më thonë, jam personat e mi që une nuk muj me marë frym pa ta. Dhe më thonë, disponimin me pas keq nuk të në të jasë për shpis me dalë. Dhe më thonë, kështu jem njeri pak ma, kështu kur të më shet dikështë të ta, kë bajat, qëra faftyrë, fosa nervoz. Për shamull edhe në sot, dhe i sot, apëdin, jem e moj, këm qef, jem pak ma strikt, pak ma ndryshe, këm qef mi jep zërë, kur të jep stërvitje, këm qef mi jep 100%. Më i mi shku t'i këjna bank nerva, asene vene, po kur të reme mu është që jem ndryshe. Njetë për deqme, më i më kun tucin është ta maj madhin but, për një arsye. Sa thëmë veç më del një se jone, ku është në rrezik, se kur i preket familjes, kur i prek në besim, dhe më thonë mund të më dollë një se jone, si vetë, edhe për që ata punoj gjithmonë me shumë respekt, me shumë, dhe më thonë, urtësi në atë aspektin, unë e mas shumë bërtas me njerës të ofërt mi. A kështu, dhe më thonë, jam... S'ki qef me pru punën me të pështet përziti dikush? Ja, nuk vjen as deri aty s'vjen, nuk vjen deri aty, për që ata më thëmë, që tutna, që ata do shta me ta qitjem, të nështë ta tutë se maj modhin në jetë për deqme, kështu, për një arsye, se veç me nej që edhe një kam më mdollë se jone që atje, a vëdin. E nuk, tani nuk, apo marrëvesh, kështu që 4 minuta i rrit kjerët për masa sfirenës nuk im shej se e di që... Qa jo më në eskalon, se do më së nga shqiptorët? Po, s'po du mi më shu sfirenës lo, se ti im shej sfirenës, ti më nësh më kona se që delim shonë. Mami, pse me më shonë lo, që po tut në anë, lo, hes mi më shej. Desot e krim të anë, hes kam mi më shu. E kuptushme që ato është të me thonë, 100%. Po kam qef më këthuj të mindset pak gjatë këti projekt, a mi thonë projekt, qysh mi thonë? Projekt? E këti gares, 24 orë ra që e ke bo... Dhuratës tuj. Dhuratës, po, dhuratës. Kësha pas qef mi sa këtu do urna, edhe kësha pas qef me dit paka shumë qa ke menu në qatë orë, para se me janis në orën 0. Qyre, une e kam garen e dytë që tash, që inshallah po bëhet me të Shqipnis. Stash garen e dytë po du me bo me flamur të Shqipnis, me pasës Shqipnis. Edhe po du aty me mjau qune liber Ginisit. Edhe po du me bo gara e dytë ka me zgot 4 ditë e 6 orë. Qka 4 ditë e 6 orë? 4 ditë e 6 orë. Cilën për qatë, njëtin ra? Ja. Okej. A më në publikon haloa, në herë ju? është lëvizje që keme bu non-stop, 4 ditë e 6 orë, pa unon. Që zgot ajo, 4 ditë e 6 orë, mund me të zgot 4 ditë e 8 orë, mund me të zgot 5 ditë e diçka. Apo din, po do me thonë, nër 4 ditë së ne krynë atë garë. Së mund është me kry, se s'ka matematikë që e krynë. Dhe me thonë distancë? Po, është 50 kilometra. Distanca. Edhe... Pelona qështë të pro, njerës për qelim, a? 50 kilometra distanca. Tash, qka kena me bu në atë 50 kilometra distancë, do me thonë ka me zgot, ndodhë 5 ditë. Do me thonë 5 ditë, do me thonë, nështë nalna 30 minuta, me më qitë pak uj, me hongër një 2-3 këse, me pi pak, me lëshu pak shpinën, e lapet vazhdej. A ndjesh i gjallë kër t'i bënë që të sene? A ndjesh i ma i gjallë se zakonisht? Me të kallëzu, kështu, unë pak jem në ushtarë njetë. Nuk thëmë që jem, kur të folje edhe me do sene, për shambull, me dosta, edhe kum një sen, të njoni tha, nuk folje, tha që jem i meqëm. Dhe, që ti po më thu, tha mire ki, tha nuk po folje që jem i meqëm. Tha veç që më ka rrej jeta.
Edhe që më ka ndodhë për që ata po pedijën a vedem se jo që jam i meqëm. Që të punën si jam si ushtor, që të punën që kom qef mi marë sanet që jenë me pik me mision, që zgasin, që nuk janë, që as nuk e paramenën që mund mu bo, a vedem, se ato që i paramenën që mund është mi bo, për mu nuk janë në garës të mija, më kuptën. A bën edhe pak për legacy? Jo, se për të kallëzej, që kjo më bën muni mu mirë që ajo kune këm me hongër me orar, kune ku me flajt me orar, kune ku me hongër me gramazh, kune ku me ushtru me mas, ku me ushtru me kohë, do me thonë, zgat, gat, gara është që nuk ta me Armenia që, do me thonë, del një njeri edhe se dhe bën. Jo, Afrikanas, Irlandezas, kësea, po kuptën, e mu qatë gara bojnë muni gëtë. Mirë, lifestyle. Gëtë. Se ka dhimta, ka sene edhe aty, të më thonë që thu, ka njerë thu. Aja ka vle që kjo që e këbo. Do më thonë, me nëzis më pres, qika e më bu diçka me kuptu një cërtani, edhe mi alë shu dokumentarin e këqyrë. Po kuptan, se alo, mundët me mëri me këqyre, me kuptu. Po, me nëzis pres. E kismet i sholla bot edhe e dyta dhe e treta, edhe kismet i sholla po pretenduat që aty ku kina me hi në... A ndodha jenë Kosovë? Ja, është për Netflix. Kismet. Ajo sholla në festivalin mas parin në deri në Cannes, në festivalin e dokumentarëve, ka me marrë pjesë. është një sen që u bo bagi gatë, kam punu njerëz profesionalist në të. Kam shpenzu shumë kohë, shumë sene, po faleminderit për tënve. Roni Smajli, Orbër Maloku, Voglushi, Emilio i Shqipnis, dhe me thonë producente, e të je. Po Roni Smajli u konë qaj hartusi i gjdo senit, qaj që ka najt me mu 2 motor, qaj që ka najt me mu 24 orë në gara, qaj që mu ma ka bo qëto në 4 e diçka në mëngjez, edhe mu ma ka bo qëto a e mirë, edhe ja ku bo ju. Ku nëse i shkon doktori qut mu ma kish nalë garën, se trupi ja ka nis mu dridh, nuk e ka bajt lodhjen, edhe kum pas shumë ftoft ethe, edhe unë e kum ditë që jem të dalë në tjetër stazë, a beden, dhe me thonë, kum pas që jem shumë keq të ubo, që na faka që atje e kanë qitë një shatër, edhe flejshin shatër, a beden kështu me ren. E të është forja është që siklet po më kapë kur për menoj ato, po puna që halal të kuft. Ty edhe ati shokut që ju një mënë, tëmve halal i kuft. Për e me, kështu pi zemre për thëmë edhe ju uroj maksimal sukses në... Që ardhë Hamza ma ka desh joknën e vetë, ma ka vesh mu. Ja ka marë, ma ka vesh mu tjetërën joknë, mi ka pështjel kont, edhe ja ku njësë qashtu me ngrej, pa vedije. Me kryt e poshtë, edhe tani kur e kum qu, kur ja ka njësë me marë në zetë me më shku njerës, e kum qu kryt e kum po që ju në shku 38 minuta. Edhe ja kum njësë mu desh. Një konë momentum, ha? Momentum e din paka shumë për qaj ka fjallin? Një flow, një loj flow i që së në nëllë, mo. Tham që u konë edhe momentum, ajo u konë do me tonë që truni nuk ka funksionu, nuk ka marrë informata pilodhës tepërt, ushqim nuk ka marrë mot mjaftu shumë edhe pije, se do me thonë e pa qatë shokin që e gjujti që e dha, abedin, që të kalëzej naljo, se s'moj mo, abedin. Edhe tani e mu mbeshin men ato, për çka ke bo ti deri qëtë? Qaj mesazhi i grus tem që
Dhe me thonë, tha, para me ne, tha, qikën tonë kër e veshin, tha, se qika kujtje. Tha, ja bërë, s'pedena, këshure liber gjinist. E ke shumë një sanë që së mlejke munoj. Dhe me thonë më dërzu su konë në opcion heq. Ja, Vetë për pas nëse trupi kish bo në komplet. nëse kisha marrë, du me thonë, atak në zemër, edhe që sa pëdën nuk kisha bëndoj se s'pënën as gishti, as dura, as kur gjo, për ndryshe, bile, kur i na hi në orën e 9, të shku të poshtë. Më i me thonë që me një dëst të kumë posë këtu dhe ma ka bua e mirë, ja kumë bua, mase e kumë kalu që ato me ma prije dure nëse kom dhe i fund të kry. Ajo konë shumë situatë e rëndë për mu. Për mu se nuk kumë posë më vedije, me dërë. Dhe me thonë 38 minuta, mu nuk kumë kishlonë doktore më ngri. Nëse i shkonë qëtë. Unë i kumë ngri, dhe me thonë, pa vedije, gjendje u kun, dhe me thonë, ku me di që shu kun, aty kejtë është e inqizume, më stani. Kur ku me dole, a ka mundësi me po dikën ato, a dikush për ata që e shuhin ma shumë e këm? Ka është u bo dokumentari për kejtë këto, dhe me thonë, kejtë këto sene dhe kejtë piditës të parë, kejtë lodhit, kejtë brengat, kejtë senet, kejtë sfidat, kejtë gjithë shka, doj. 11.280 euro më ka kushtu muje, o doj. U kun edhe sfit kjo për mu, se unë konë të pritë fëmi, nuk unë pas parën edhe me bu fëmi, unë ka një herë u dosht, kur unë pas mi bu ka funi mu, kur u lodha krejt, doj. Se të kalëzaj drejt edhe burë, unë u dosht me shku, me pagu një kontrol, mu këthyt e shpia, dhe me thonë, mos me bëtë modhe se a i këm shujt ata si këm, a me marrë vesh, dhe me thonë, nuk u kon let as për mu, nën herën dite përveç proteina, vitamina, aminoacide, këse ase që u dhëtë këtë të kohën me pi. Se nuk më në bon trupi, a dhe qka është furja të këto, se ti nëse ti një javë jetë deficit, dhe me thonë që shjetu i gra qatë lodhje, dhe me thonë veç e lëshon një muskuj, një zgatje, edhe mo aty, shkun 3 muj det, 5 muj det pun, se su në ngre moti me të, a përdin, ajo moti tani e lyp trajtimin 3 javë, 4 javë, 5 javë, 8 javë, shërime. E ta shforja u konë që te ke caktu datën. Data u konë caktume, datën e kom caktume 1 dhjetor ma kam pranu për datë kër e kom pas ditën e martesës. Dhe ma kam pranu që atë datë, se ja kom bu qështu, pja bëjt mi stem budhërat, ja dhe kejtë mi kam pranu. Fiks pare para se me nisë, me të po pytin të dhe kësha pos qef për krejt familjen Shqipënja o krejt ndjeksat që jënë, me bon një sen që kërkujna si kushton kur gjohë dhe mi shpërndoj që të senet që postuhen gjatë rrëth për ty e kam fjallën, edhe kur del dokumentari me shpërndoj sa ma shumë se besoj një klikim, një gisht një levrit nuk i kushton kërkujna me përkro krenarin, se është një sen që e mbështetëm njënën tjetërin pa pos nevoj me hargju energji. As pares për lyp kush, as kur gjatë thjesht një shpërndari mi abo, unë e kam fjallën, tash, e di që s'pe kërkon ti, po unë e kam qef me mbështet. Ja, e di që se dënë ti, unë e po thëmë për veti, se e dita që nashta e merë gabim. Jo se mora gabim, vesh unë e për shambull, jo masi që, që në dokumentaren, ju pëlqen për veti, Unë jam përru me përkrosa ma shumë, njënë tjetërin sidomos në këtu sene që janë dveçan diçka, edhe ju dveçan po që së një bën kërkush, su jam. Kështu që nuk i kështon kërkuj. 3 njerëzve kina kry gorën këtë botën. Pi 8 miliard njerëzve, veç 3 kina më rri me kry deri në fund. Sa e rëndësishme është se ke të cekë edhe ma hetet, sa e rëndësishme është një partner një jetë që në të bështet në këtë lloj mënyre. O valoj ngëm për këtë sen, dhe me thonë se çdo ditë na bjen këtë ditën e sotit me folja vetëm se gjithçka shen, gjithçka nin, ja u bëj njerëzve valoj ngëm, jo veç për këtë sport e për sene. Edhe në shukun ajo loja klikira atëherë. Po mi rrugë.
Qasi me dalë me lujt kam u të dosht qaj personi, sanës. S'po di që me to një varë, një diçka, një mbështetje, një kime met pa to. Dhe është gjithçka duhet me pas dorë djatë doj. Une për veti kum pas në fakun, ka nderu Zoti me atë gru që e kam edhe me këtë fëmi. Tjerat janë për mu, sot për shambull, mas 2 muje gjysi ka bora qika, sot erdhëm në salë, une me kolicu shetitësha, gruja ushtroj, dhe më thonë, shpirt neshtje mirë dojë, që kjo ka shumë rëndësi. Për tjerat, dhe më thonë, krejt është risk. Qyshe ka qu? Na kena me jetu. Po, absolut, jam me ty. E për tjerë që janë, sidomos rinia, që nuk e din, që ma shumë e preferojnë, se u bo një farloj, ma shumë jetojnë në jetisme që ta merë energjinë si mbështetje. Unë e thash me një televizion që kesh në Tiranë, edhe ke pyetja qa menon për që të rinina, veden, qka ki një diçka mi ju thonë. Edhe une qatë senin përdu m'jau për cilë dhe të te dhe ku dë që shko me shku, ku m'jau thonë njëtin sen. Ma mirë qu, hec, del ushtra ti se me ta caktu doktore. Shkurt është edhe thjeshtë. Ma morë pyetjen e fundit për podcast, se kam gjitha podcast pyetjen e fundit, çfarë mesazhi ki për ata që të ndjekin për rinin. Për bojnë apro qëtash. Ma mirë qu, hec, ushtra ti se me ta caktu doktore, kur pi me dalë, me hece, me bue. Atëre u vonë, del që tash, knaqe shpirtin, knaqe menjen, kemë konë, kur je mirë me vetën, kemë konë mirë me shpirt, me punë, me gru, me gjithçka. A ki naj talent tjetër man që për cilën se din shumë njerëz, ose për shembull një talent, naj art, naj vizatim, a ki naj talent që... Unë të kallëzova, shumë e ka vështirë me full për vetëm. Po, për ty, kjo podcasti është... Unë s'po thëmë në atë aspektin më qëre, me të regu për veti nuk i bjen mu livdu ose diçka, ose nashta akizar, po kjo është fakt, nëse kina i talent për cilën thu okej, unë pëlqen, ose naj hobby që të pëlqen për posë që ty nëse në që i caktum. Se për spjegimet, kur këm ke kalzu për CrossFit, e këm po që spjegimet i bën fenomenal. Që e kom pohën e si forcë të ti që din me spjegu ka qef njëri me të ngu, edhe din që nuk i formulon në atë aspektin këveç për shit ka men, po në atë aspektin që, okej, po di ka. Po kënë të prekshme, po. Une paka shumë në sportet tjera, vedin nuk është që adin kish lif mi lujt. Do më thonë ta rokin edhe sportet tjera. Nuk është që e din një sport edhe tjerë nuk i fort, teknika nuk i fort. Në për veti i luj edhe shumë sportet tjera, pa problem. Edhe i luj këgjas i mirë, në atë aspektin, kom qef me lujt ping-pong shumë, kom qef me lujt basket shumë. Edhe këgja shkojna me shoqënia. Po në kohën e fundit nuk më guxu për shkak se shumicën e lëndimeve që më isha mi marrë u konë në për keq të terminet. Edhe unë tash kur pikon përgatitit çështo për një garë, po janë 6 muaj ditë. E ti paramenoj tash për një dëshirë me shku edhe me hup një garë që ti punon gatë, është trejt, është gjithçka në tapet. Edhe për që ata dhe kurse i vetën, po, talente tjera, po, une e du shumë peshkimin. Po, e du shumë peshkimin,
edhe shkoj shumë, do më thonë, gjatë verës, kur është ai nxehti i madh. Ne kam një, do më thonë, e marrë kombin, është asi me kauç me sene, mrapa seneve, do më thonë që ka WC-në, ka kuzhinën, ka kejta, bëdin. Edhe hypi kombit edhe eci, o Shqipni, o knena, batlava atje, në përdri, kam qef me shku me nxon peshk, kam qef me bu, tani tash mu ka bu edhe fëmija. Dhe me thonë me gjithë për pres, mi morë dhe për të dyjat, edhe me shku dika, dhe me thonë me atë kombit. Për ndryshe, për motora, unë jam një për meraklive, edhe jam rëdzu, bukur doher, po gjithmonë kur jam rëdzu e kom pas një pauzë tani, një 2-3 vjetë, s'kom vëzit mu, se kur jam rëdzu i rëdzu kesh. Edhe tash të funde nuk jam rëdzu shëqër, dhe inshallah nuk rëdzuna, se tash shumicën e rasteve dhe më do më tonë jam konë që i kom gratë 2 vjetë të fundit 3 me gru, kur jena dalë me bu, se për ndryshe së një kom gra shpesh, sidomos që të vitin e kalumt, kur ke edhe 7 zone, kejtë 2 herë jam dalë. Po, kam një Ducati Monster T2 nishën. So, kubik? 100 cc. A kemi lona herë këto? Këtë hobby? Nuk ma merë menja që krenari rrin pa motor në herë edhe në moshën për të fuli 50-60 vjeqare. Për të fuli. Ama krenari nuk është një për atëmve që i gra motorit për çdo sen. Jo për çdo sen. Vetëm që i hyp, se e ka motorin tash hyp i graj. Jo vëlla, unë e kam motorin e vozitit. Edhe që thojnë si do pleq në Gjermania, si do pleq në Zvicra. Vikend, i hypi motorit, hypëm me gru, ose ku me dalë me pi një kafe me dosta, vedën, i hypi motorit, edhe dalë deri poshtë, shkaj ku ka me shku, dali motorin, pi kafen, lafë mua beta, përshkujna edhe dej që atje po, përshkujna që nëse vi shpejt me motor, pi shkani fap me motor, edhe që aty, hajna, najsen, ku e gruja, që të fap, mere motorin, shka, krije, banes në garaj, dhe mo 5 dit javës, unë se në perike motor. Po kupton se unë e vinë salë herët, 6 mëngjes, nuk e ki klimën ti, nuk je vend bregdetar, që e ki klimën që mund migra motorit të na, vëdër. Të na dhe verës në mëngjes e ki ftoftë. Po hajde të qiptiu, se unë e vesh me jaknë me kita, vëdër. Po, për mu që e kam qantën e stërvitjes, qantën që do të mi mojtë dësene, tash, me dollë me qatë qante, me qitë qante, do më thonë 6 mëngjes, do më thonë me orë në salë, deri sot i krynë, tani mas dite me orë me ushtru vetë, teshat palon, a qatë qante së një shtenë, njën ato, njën këtonë, shtu që une e vëziti motorën si pleqë, do më thonë. Si zotni kërthejnë na. Zotni, do ka zotni plak, a i ka thonë dash me dek i madh bes i ri. Se plak tani janë i zmorrokat në kate. Ja të kuptoj për motorat, kuptoj se vetja më në kreat është. Dhe më thonë, motorin e ki hobby tjetër absolut. Peshkimin. Shumica njerëz që thonë janë bashkimi është që më thonë boring shqip më falë. Bajat që ma? Jo, kështu langvaj, bëhet po, bajat që ma. Jo, që ma. Se mu më pëlqen peshkimin atë aspektin që shumë të meditative dhe që. Qëfa bajati peshkimi është një pisaneve ku ty truni ëtë të ristartohet doj. Truni ëtë do me thonë të shpesh here, ata që peshkojnë. Do me thonë shkojnë me ra me flejt, do me thonë kejt edhe gjatë natës qatë ditë që shkojnë me ra me flejt, do me thonë veç një pike shojnë. A përdën? Tak, edhe ngri. Do me thonë, krejt që ajo është. Forja është këtë mesele që është
Unë e shkoj peshkim pak ma ndryshe. Tash, me të kallëzu në këtë aspekt, unë e kam peshkimin ku unë shkoj, e marrë grunë, shkojna me një dëst, tash më varet edhe aja merr grunë, tash abdin zakonisht unë gjithmonë shkoj se qëndresa do me thonë na bën me hungër, e shtrejna në i hulaçkën me një vend, do me thonë e bujna një farë venit tonin që unë e peshkoj pe i mëngjezit deri në mramje, do me thonë të ravët ketë, ku unë rall në herë ka dhe që rri, atë natë nesrit, peshkoj të ditën, tani kthena, ose qatë natë mramje vi në shpim, varë këtë kjo është qysh është nata. Dhe me thonë, kalën ku shumë në natyrë? Po, dimrit s'kem, e du shumë, do me thonë kam qef me bordu, ju me skiju. Skiem është edhe ajo, po mëna jo me bord, jo me snowboard, jo me skija. Tash gruja ka skiju, po tash u dollë me bord, se bi do këtë ma interesant, tash që edhe une, do me thonë, jam të mësu ka dole, vjetë, e ju hy për herë të porë, nam, dzidz, jena knaq, ke një eksperiencë dryshe, me bord të dytë, si vjetë qika pak s'ka me nalo, se 2 muj, s'kena qyshe tek, po për vitin tjetër, kena me skiju Kogjagat. Ta man inshallah edhe viti tjetër po pritet, po menoj që ky vit nuk ka shumë burr, inshallah vitin tjetër shumë ma shumë burr. O të shto. Po shkojna ka fundi i podcastit, se po ka më pyetje, unë jam njëri që kisha folë edhe 3 orë, të kallëzu drejta, mo pelojna me qëto, kisha pas qef nëse ma jep mundësin kur të kryn qatë sfidën tjetër, që e ki kësmet në të armen, nëse më jepet mundësia, nëse ki qef me ta bodhë një podcast, me bo bashkë një podcast 3, ku folëm veç për qatë temë, për qatë sfidën që e ke bo njët me bo. Po kësmet. Me lanë për qatë ka... Pagojlë. Faleminderit shumë. Unë jam shumë krenar me krenarin, edhe pse nashta të sëm gje, edhe s'lun rol në atë aspektin, po unë e knaqna kur sidomos shqiptarët, për çdo njeri, po sidomos të shqiptarët arrin dikush me bo sene që janë ajnë të veçanta. Qero tash na kena mujt me shku, se unë e shkoj në Mkara me shku. Mkara me shku edhe në për radio, në për televizione, në për sene, do më thonë, bashkë për që temë kena folë edhe sene, po me ty jena dole dhe kena pi kafe mas pari, do më thonë të logaritëm edhe unë edhe Hamza që kena bu sport me ty këtu, do më thonë të logaritëm si aran tonën, kështu që pa gojle, pa kur farë, do më thonë me shumë qef kismet edhe vitin tjetër, tash në shkurti ka garat Hamza, ka gara më ndej mas shkurtit me njerë është French, do më thonë në Francë, French throwdown. Ndodhë që nëse shkujna në aton të bujna hajda atje në Francë, të vjen për Gjermanisë në Francë edhe e bujna që atë farë e shumë edhe garat e Hamzës që janë super trona, super të mira, super do me thonë konkurencë s'ka, kështu që faleminderit shumë Unë të faleminderit që e orë dhe ti edhe bashkë knaq edhe me kafe, edhe me ushtrime, edhe me këtë intervistë. Shumë kisha pas qef edhe se në përfundim një në pi produkteve me zgjidh të cilën ki qef është të din paka shumë produkte të mija. Kreatinin në kom harru logaritet që kam edhe në kreatinin. Jo, kom kreatin bëne, pa zgjidhe, une qëto ma ke quti mu. Kolagenin bu. Donatë kër e kom krip garen. Isholla në të ka një mua, se kam këmuj Ma ke qu e kam donatë kër ma ke krip garen, ta është vitaminit C dhe që kjo është protein. Që e qëto proteini, më ta marrë, e që kofi protein, tash... Protein është VPC 80, është normal, është... Okej.
Pele bashkë po më intereson taj çfarë mendimi ki në bosë se ti kupton senet. Po, kismet edhe unë ta jepi përveç se unë kum punu, do më thonë, e një shumë mirë këtë lami. Ko me të kallëzu, fix, do më thonë, një feedback. po, fix, ko me ta kallëzu, se unë e kom qefë dhe më kon shia e mirë. Kjo është neutral, s'ka shije. Kjo pa shije është, Pa shije komplet. Super, e me qa me përzit ashtu? Qere, Me banane, me... Unë e qyshe Unë përzi. zgudzoj me kikirek, se ti pe përzisht dhe me kikirek. Me kikirek, okej. Unë zgudzoj se unë jam allergji, mu moj ketë, ma nol fryma. Në rregull, taj, shumë njerëz janë alergji, në kikirek shumë interesant. Unë që kom përvu edhe për veti është banane, Unë e gjithë kom shkollën shumë të naltë, për shambull. Po. Të me thonë hiç po bëjka, kur qysh bëjka. Unë e kom hungër një lukë, para se me morë vesh, abedin. Kur hash anaj kikirek shto adin, pëse si jam fort me raklitinve, mu kryke shumë dura, mu kryshin syte, sa neve nuk i visha mas, se disha piqkofit e kom. Edhe u mundua me shku me analiza, me këshyre, me buë, sa ne, edhe, asha e dyqysh, go. Nëse është pi kikirike, së dhe varresh. Edhe një për të batër, jashtë i lugën e madhe, cupës, gap, edhe një gap, gjus tegle, jo më ra me flajt kur im qu. Që kaq. Këtë cytë zi doj, zi, si me të rejnë, kishin ka pëlcit dhe kapilart, se do më thonë, qaq këtë që e ka kap alergjia. Po, edhe kum pas me frymarje, të loshe, deri sa i kum ra në fijet, nesrit, do me thonë, qatë sabaj ju më shku shpejt në spital, mi ka ndonë të këndër alergjisë dhe sene, edhe tani gjatë ditës më shku i kum ledhe do parna, tani që ashtu me 3-4 ditë, po përmenej që kikirike është shumë i poshtër për shë ka alergjin. Është. Edhe Iran për shumë njerëz përgjithësi e pengon në bark luks, sidomos gjalpi i kikirikut. Shfar pengume a e të knas krejt. Mu po. Anë ta kisha preferu që a kom provu në tjetër është me borovnica, banane, atë blueberry, i thënë borovnica, se ka herë s'më mirë rrugë fjallë këtë. Borovnica, banane e përzi, ja qes zakonisht edhe qia zamen, zdi ma dënë, edhe orra tash, nëse ki me kikirika, s'pëti që kim a e ki raportit një me orra, amo te ndrejt qysh dush, edhe unë e qes zakonisht me tomel trosh, tash, ma trosh që është tomel, ma kona ma shumë, se e mërë shpijen... 3.5, po. Se ka edhe 1.5... Ja. 3.5 unë e përzi. Tomel, ja, dojë. Pa deva... Ja, së është tomel, ja. Do që s'kan qef me shtu në aspektin e morë. Ja, nuk është tomel, ja. Kështu që... Luk plastikës në kohë, që tash po të kallëzoj, se si shti ju për në qasë luka plastikës nuk kushtën në skurgjo, po nuk jam fans i plastikës me nejtë në malë mrena, se e ka studje që thot lëqën plastika, skups. Tash skupën në e marë, Mund është me masën me lukë, është për afërsisht për masë shënu me soja për i bjen, ose më në matë me gramatur. Ose e mërë skupën për i Skupën e kam 30 gram që asoj skupa, 33 gram që aty ja gjuj ka një skup, kjo i pas ka 550. Kome rritë sasin kësmet? Jo, kjo nuk bën më pun pa 2 kila. 2 kila është shujta, të më thonë që ty të del për një mujtë. Një mujtë. Dikush që përdur kogja S'ka kogja për shambull, kjo përdurët... Po dikush e përdur një skup, dikush e përdur 2 skup, vore qysh është qesh gjatë ditës, se nëse te merë proteina gjatë ditës për diçkofi tjetër ma shumë, ti ma pak përdur. Po kuptej. Mesatarën, më falj. Në stanin. Mesatarën me ta kallëzu, në më tonë, njerës që shmirët për shambull, ja qëtë një skup qësoj proteinës edhe glutamina për në regenerimin e muskujve, edhe një skup kësi. Mëngjes, edhe njën mëramje njësoj. Nuk ka lidhe se qka ke hungër të gjatë ditës, që të dyja, kjo është proteini shpejt, që ajo hojna na është e ka dalshme. Se trupe... Ajo 80% është nevoja, 20% i shkon muskujve. Kjo i shkon direkt muskujve. Që ata duhet mu pi kjo, edhe në mëngjes dhe në mëramje.
Glutamina është produkti i Mramje, nëse ushtron 7-8 mramje, e pen mramje, çfarë, mas ushtrimeve. Që të kom mësu diçka për te për glutamin që është shumë i mirë me kombinu këtu dyja, se në fakt edhe pa ditë janë analiza në Gjermani për momentin për glutamin produkti i ri, po tash të këshyrim desa të më kthejnë analiza qysh është, e ta e komi edhe analiza nashta e këshyri aty qysh i bëj. Është glutamina e bën çat rigenerimimin e muskujve, çat kollën e muskujve nuk ta lën, domethënë ta hek se ti të nestrit kur vesh me ushtru, apet e ki trupin gëd me ushtru. Nuk të bëhesh halom Allah. E çajo është trupi prodhon glutamin. Prodhon, po jo në sasi të mëdha, po. Edhe Edhe kreatinën. Edhe kreatinën. Ka pak prodhon, po jo në atë sasin qysh i konvenon sportistit. Jo, valla, s'ka shans. S'ka shans. Edhe ti s'ka shans mi marr për 2 kilave me 5 gram, a beden. Tash ti i merr, po e prish luktin ashtu. Se ti çdo ditë ka 2 killa së Çka edhe, plus ushtrimet ai. Po çata i kanë qit këto edhe duhet mi nejt gati dal. Unë jam kon kundër ty në kur ja kom një sportit, po të kallëzojnë drejt, po tu mësu, tu i hiteme, se tu këshyr, për di keni e sajnët ma mirë, se kallëzoj jam kon kundër tu, po taj, a vetëm qysh për ti, tu zhvillu vetë. Po njën e ngëm, edhe këto trenera kum një, dhe me thonë që ja bojnë klientave dajës, dhe me thonë që, po të foli, pse pën protein? Pse pën protein, pse pën protein, pse han mesh bardh, pse han vu, vëdën, proteina hir, vëdën. Na mungon edhe pak Me ditë se qka jeti të marrë, qka prodhon trupi, e ki prodhon edhe glutaminën, edhe kreatinën, edhe, do më thonë, tash, kërpinat ti pa i marrë që ato. Aj trup nuk mënët mu një mirë mëre, qysh ka mu oj, që kjo? Kur ti veç e ka hargju edhe kur nuk i ke dhonë. Po nuk ojë tani, as nuk rren, as nuk qot. Nuk mënët se nuk, është i dërmum, edhe e ke ngarku, edhe nuk i ke dhonë. Qka u dosht? është vetë legje e jetës, pa diçka që të shtyjnë, si kjerës. Ngëm, atë në qysh ngëm, veç pja bojnë ata një qati trenerit ose qati personit, gjdo dit vjen pun kur rrugën s'ko me ta dhonë. Veç të këshyrëm so për monë. Mës të mojtë ma pak se muskuli hade mu që të prejmë. Se s'ko, abdes nuk ka teori kjo pun, apo kuptën? Po, shumë e vërtet, që ka dhe... Zëvlo, qëto sen dështë ti me mi dhonë për me marë. Apo kuptën, pa do me rritë, dush me ushtë që mirë. Që ata thëmë edhe jep dashni se merë dashni, jep rretje se merë rretje. Dhe qa t'jep shmerë, në gjithë shka është. Po, valla. Krenor, apo... Falimderë, që? Unë e të falenderoj shumë, që atë do është ta me lidhë edhe për mundësin që kuen që e ke gjithë, edhe këtu që ku mujtë me bo këtë video. Se për mu konë, juve që e kom bo një podcast për tjerë, po unë edhe vetë është një inspirim shumë i madhë, jeni inspirim shumë i madhë. Jam falenderuz ndaj Zotit pikëspore që ma ka mundësu me njoftu, sidomos shqiptarë në këtë botën e sportit, se nëse kom ditë që ka kaq shumë shqiptarë që janë kaq fit edhe kaq di shumë në sport, se s'm ka ra shumë kënej, se për shkak që jëm rrita nej. Pa i tona. Edhe veç të falenderoj, kur gjo qeter për sa për fund, s'muj me thonë për pas falenderit. Falenderit, veç shijem për të mira. Falenderit.